Përshëndetje miq, mirë se shihemi sërish në Kjo është koha. Erdhi momenti dhe koha që të ritakohemi në këtë muaj të begatë Ramazanit, duke shpresuar, duke lutur Zotin që këto ditë, këto net të kenë qenë të begata për gjithë ju. Ju ftoj që në këto minuta në vijim të qëndrojmë së bashku me një trajtim i cili besoj që do ta pasuroj këtë muaj edhe më tepër, do ta qartësoj qëllimin dhe ndërveprimin ton me gjithë këto mirësi që ka ky muaj. Do të flasim për Ramazanin si një triumf i njerëzores, i virtytit, i asaj që Zoti vlerëson dhe fton vazhdimisht për t'u fisnikruar dhe për t'u lartësuar. Shpesh njeriu ndodhet mes betejave të brendshme, mirë po shpesh është konfuz dhe i paqartë në misterin, në universin e brendshëm të tij. Çfarë është ajo që shpesh e rëndon, shpesh e ngarkon, shpesh e bezdis, dhe çfarë është ajo që e lartëson dhe e fisnikron. Për gjitha këto ne do kemi kënaqësinë dhe nderin që edhe në këtë takim të radhës të kemi prezencën e hoxhës nderuar doktor Ferit Piku. Profesor, mirë se vini. Mirë se gjeta, faleminderit Ilir. Profesor, së pari agjërim të mbar për ju dhe për gjithë shikuesit gjithashtu, por se dhe gjithë atyre të cilëve ju qëndroni pranë në këtë muaj me këshilla, me orientime, me porosi që e pastrojnë edhe më tepër këtë muaj të begatë. Edhe unë ju uroj juve agjërim të mbar gjithë shikuesve, vëllezërve, motra, kudo që janë, familjeve të tyre, gjithë besimtarëve, me shpresën që ky muaj, siç është muaji i afrimit me Zotin, është muaji i triumfit mbi veten tonë, mbi egon tonë, mbi interesat e vogla të kësaj bote, muaji i lartësimit shpirtëror, i pastrimit trupor, i kthjellimit të mendjes, i zbutjes së zemrave, dhe muaji i cili na motivon vetëm të bëjmë mirë, siç është transmetuar që në fillimin e muajit Ramazanit dikush thret: "O ti që dëshiron mirësi, afrohu, o ti që dëshiron ligësi, largohu." E thash në hyrje që shpesh njeriu do që të ndryshoj shumë shka në brendësinë e tij dhe do që të përmirësoj ose edhe të largoj disa gjëra që rëndojnë zemrën dhe shpirtin e tij. Mirpo është konfuz, nuk e di se çfarë e rëndon dhe çfarë e lartëson. Shpesh konfuz se si të arri drejt kësaj. Në ligjërimet tuaja vazhdimisht ju thoni se Ramazani është një mundësi e papërsëritshme. Çdo frymëri në të është po themi begati prej Zotit. Për të kuptuar njeriu se kush është, se sa vlen, se sa i rëndësishëm është ai në këtë univers, në këtë ekzistent. Cilat janë porositë hyjnore që na kthjellësojnë dhe na qartësojnë këtë dimension? Njohja e natyrës njerëzore, njohja e vetvetes është nga objektivat ndoshta më të rëndësishëm që ka njeriu në këtë botë. Një fjalë e trashëguar thot: kush njohu veten e tij, njohu Zotin e tij. Faktikisht kjo fjalë ka pjesë të vërtetës brenda, sepse po të njoh njeriu veten e tij, por jo nga këndvështrimi i tij personal, nga përpjekja e tij njerëzore, se çdo kush mundohet ta njoh veten e tij, por e shikon nga përpjekja e tij individuale. Njeriu duhet të njoh veten e tij nga këndvështrimi hyjnor. Pra nga vetë krijuesi, ai që ka krijuar njeriu, ai që ja di natyrën e njeriu, që ja ka treguar se cilat janë pikat tuaja të dobta, cilat janë pikat tuaja të forta si njeri, ku ti dallon prej krijesave të tjera. Pra është ndryshe ta njohësh njeriu nga këndvështrimi hyjnor, është ndryshe të tentosh ta njohësh veten tënde nga këndvështrimi njerëzor. Ne ndodh shpesh profesor kjo që thot në vegjëli kryesisht me prindrit tanë, ku i pyesim se cila është origjina jon, cila është po themi, cili ka qenë vendbanimi jon, cilat kanë qenë po themi karakteristikat e familjes ose farefisit ose të qytetit ose të shtetit. Pra në jetën njerëzore këtë e bëjmë shpesh. Pyesim për këto dimensione që nuk i njohim, se nuk kemi memorie për të shkuarën tonë. Kjo është pikërisht, kjo është shumë e rëndësishme, sepse po të shikosh, çdo popull ka disa natyrshëm vlera të natyrshme, edhe mundohet të promovojë dhe të tregojë që unë jam ndryshe prej gjithë popujve të tjerë. Kjo është vlerësim që i bën njeriu vetes së tij, por nuk është vlerësimi hyjnor. Vlerësimi hyjnor është ndryshe. Vlerësimi hyjnor është që krijesa njeri dallon prej gjithë krijesave tjera që ka krijuar Zoti. Dhe Zoti ka shumë krijesa. Prej këtyre krijesave janë engjëjt. Ata janë të pastër, janë të pagabueshëm, nuk e mendojnë të keqen. Mirpo Zoti njeriu e dalloi prej të gjithë krijesave të tij. Dhe është e rëndësishme të shikosh pse Zoti e bëri njeriu krijesë të dalluar prej krijesave të tjera. Do të gjesh sipas vetë asaj që tregon Zoti që ky njeri, ky ka mendjen,
ka vullnetin për të marrë vendime, qofshin këto pozitive apo negative, qofshin këto vendime që çojnë në afrimin tek Zoti apo largimin tek Zoti. Po kjo është një diçka që nuk i ka dhënë Zoti krijesave të tjera. Do gjesh tek njeriu që shpirti i tij është diçka që e veçon prej krijesave të tjera. Mandej Zoti e ka quajtur wa nafakhtu fihi min ruhi, dhe fryva tek ai, tek njeriu, tek Ademi prej shpirtit tim. Që e pakta gjë kjo tregon një vlerë më të madhe të shpirtit njerëzor si krijesë ndaj gjitha llojeve tjera të shpirtrave që ekzistojnë në këtë botë. Pra njeriu ka grimca hynore, nëse mund themi kështu, brenda vetes së tij, të cilat e dallojnë nga gjithë krijesat e tjera, e dallon nga dimensioni material që rrethon rreth tij. Njeriu është dalluar edhe me një aspekt tjetër, ai është krijuar me duart e Zotit. Nuk është krijuar me urdhrin hynor bëhu dhe pastaj të bëhej. Me këtë urdhër hynor janë krijuar shumë krijesa, shumë më të mëdha se sa njeriu. Por njeriu është krijuar me duart për treguar vlerën e veçantë që ka njeriu. Për hir të këtij statusi të veçantë që Zoti i dha njeriu, ai nështroi krijesat e tij më të pastra, nështroi engjëjt që t'i përulen në shenjë respekti njeriut për hir të këtyre veçorive që i kishte njeriu dhe si kishin engjëjt. Madje për hir të këtij njeriu u mallkua djalli deri në ditën e llogarisë. Edhe faktikisht ai nuk e harron këtë njeriu asnjëherë. E mban këtë inat, edhe nëse njeriu harron këtë lloj armiqësie, djalli nuk e harron. Prandaj thuhet është një armiqësi në të cilën nuk ka armë pushim, paktën nga ana e djallit mallkuar, nuk ka negociata për paqe, nuk ka falje, nuk ka hallallik. Deri në ditën e llogarisë, ai e urren dhe e lufton dhe do ta shkatërrojë njeriu, sepse për hir të këtij njeriu, edhe nga xhelozia, por edhe sepse ky njeriu u shkak që ai të mallkohet, ai është i mallkuar në këtë botë dhe është i përhershëm në zjarrin e ferrit në botën tjetër. Atëherë njeriu nga këndvështrimi hynor është shumë lart. Nga këndvështrimi mes vetë njerëzve, Zoti thotë ju krijuam në raca të ndryshme, në popull të ndryshëm, që të dalloheni me njëri tjetrin, por më i miri prej jush është ai që është më i devotshëm. Gjitha llogarit apo peshorët, vlerësimet që ne vendosim mes vetes tonë, që mund të jetë raca, mund të jetë ngjyra, mund të jetë gjuha, mund të jetë kultura, janë supremacisë që ne ja vendosim vetes tonë, tek Zoti to nuk kanë peshë. Tek Zoti pesh në mes njerëzve ka ai që është më i devotshëm, që është më i mirë, më punëmirë, që është më i ndjeshëm ndaj njerëzve të tjerë. Prandaj është e rëndësishme i lirë ta shikojmë me të vërtetë të gjithë pa përjashtim si njerëz, po edhe si besimtar në veçanti veten tonë në këndvështrimin hynor. Do të gjejmë që kemi të bëjmë me një krijesë që e ka dalluar Zoti nga gjitha krijesat tjera, por me një krijesë që e ka dalluar dhe mes njëra tjetrës, ama nuk e ka dalluar me këto kritere që ne kemi vendosur, që mund të jenë thash raca, gjuha, mund të jetë supremacia e forcës, e pushtetit, por është supremacia e vlerave. Është e devotshmërisë, është e punëve të mira dhe është se sa ky njeri le gjurmë të mira në këtë botë. Pra, kuptohet që njeriu ka një status të veçantë, ka një, po themi, një privilegj, një nderim dhe ka një shërbim të krijesave tjera në funksion të tij. Patjetër. Mirë po, jeta e njeriu në dimensionin e tij është shumë e gjatë dhe njeriu ka ato ngritjet, uljet, paqartësitë e veta, madje di që të shndrohet dhe të përmbyset në njeri që njerëzit ndoshta habiten me të, ndoshta dhe ai vet habitet. E gjitha kjo i krijon një lloj konfuziteti se ku ta gjej burimin e garancisë për të qenë njerëzor, për të qenë fisnik, për të qenë hynor. Sa e ndihmon feja në këtë rrugtim për ta ruajtur njerëzorin e tij, por se edhe për ta kultivuar atë që është, po themi, e fisme brenda tij. Kur ka folur Zoti për njeriu, ka përdorur dy terma në të njëjtën sure, thotë ne e kemi krijuar njeriu fi ahseni taqwim. Është në formën, në përmbajtjen më superiore, më të bukur, më të hishme të mundshme. S'mund të krijojë kush më mirë se sa Zoti, por nuk është vetëm krijimi i jashtëm, është edhe krijimi i brendshëm. Njeriu do të synojë të arrijë në këtë gradë që është perfekte, siç është fizikisht, të synojë ta mbërrijë atë dhe edhe shpirtërisht dhe me vlerë. Dhe kjo është një betejë që është lënë njeriu ta bëjë vetë, çdo kush do ta bëjë këtë betejë. Nëse ai e bën këtë betejë, edhe në krah ka aleat shumë të fuqishëm. Ka vetë Zotin, ka engjëjt e Zotit, ka profetët e Zotit, ka librat, ka besimtarët që gjithmonë i rrinë krah. Nëse ai i hyn kësaj betejë dhe synon të mbërrijë këtu që është ahseni taqwim, që është grada më perfekte, ai thuhet ja kalon dhe engjëjve, sepse engjëjt tek e fundit janë me natyrë adhuruese ndaj Zotit, kurse ky besimin, vlerën
përpjekjen e ka bërë me shumë mund, e ka bërë me vetdije, se ka bërë nga instikti, nuk e ka instinkt njerëzor adhurimi. Njeriu në instiktin e vet ka gabimin. Nëse njeriu nuk e bën këtë betejë, nuk synon të mbrijë atje ku është ahseni takuim, por e le veten e tij pas dore. Ai vetë do ta bëjë këtë betejë, betejën e lartësimit për të mbritur në ato që quhet ahseni takuim, por këtu ka miq me vete. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kë do të bësh alat, kë do kesh në krah. Nëse nuk e bën njeriu këtë betejë dhe nëse bëhet mik për fat keq me kundërshtarët e tij dhe ose e le për inerci të shkoj natyra njerëzore, ai do shkatrohet dhe do të mbrijë atje ku vetë Zoti thot esfelis safilin, në nivelet më të ulta që mund të i kalojnë dhe djallit mallkuar, sepse njeriu me mendjen e tij, me aftësitë e tij, mund ta kapërcejë dhe aftësinë e djallit mallkuar. Edhe duke qenë se jemi tek inercia, shpesh njeriu ka përpjekjen për të imituar atë që dominon në shoqërinë e tij, pra për të pasur atë që ndoshta quhet moda e të jetuarit, e të kuptuarit, e të reflektuarit. Ju po thoni se kjo është e rrezikshme, pra nëse thjesht vazhdon me shumicën e njerëzve pavarësisht se çfarë, po themi, kahje vlerash ose antivlerash marrin ato, mund të rrezikojmë, nuk mund të bëjmë, po themi, bingo me veten tonë. Pra duhet vazhdimisht të jetë vetdia që ka një Zot që na ka krijuar dhe na ka lartësuar. Kjo është e veçanta e njeriut, është sepse ai, çdo njeri individualisht ka aftësinë të mendojë. Edhe mendja e çdo njeriu është ndryshe nga mendja e njerëzve të tjerë. Patjetër që njeriu duke parë dhe imiton. Por këtu ka një hadith shumë të bukur të profetit ton Muhammed alayhis salam që thotë mos u bëni imitues të verbër, mos u bëni tifoz të verbër. I thanë ata, çfarë është ky imitues i verbër i dërguar i Zotit? Tha që kur njerëzit të bëjnë mirë, edhe ju po bëni mirë sepse njerëzit bëjnë mirë, jo sepse e mira është që duhet bërë. Por kur njerëzit bëjnë keq, edhe ju bëni keq kur thoni përdesa dhe shumica po e bën këtë, edhe unë do ta bëj si tjerë, pse unë jam ndryshe prej tjerëve, por tha bëni të kundërtën. Kur njerëzit bëni mirë se duhet bërë e mira. Kur njerëzit bëjnë keq, ju duhet bëni mirë, sepse secili prej jush do të merret në llogari individualisht prej Zotit. S'mund t'i thuash Zotit që unë e bëra sepse e bën tjerët. Njerëzit po ti shikosh, siç i ka shpjeguar vetë Zoti kur janë në zjarr edhe kur jeni një dënim ose një përvuajnë të gjithë fillojnë dhe mallkojnë njëri tjetrin. Mundohen ta gjejnë fajtorin tek tjetri. Edhe mendojnë kush është ai që u bë sebeb që ne mbritëm këtu, edhe thonë që djalli na ka mashtruar dhe shkojnë tek ai. Ai është vetë bashkë me ta në zjarr. Edhe e shpjegon Zoti këtë pasazh në Kur'anin famlart, dhe të gjithë derdhin mllëfjen dhe urrëtin e tyre, armiqsinë e tyre ndaj djallit. Ti thotë shkaktari kryesor. Ai çfarë ju thot? Është shumë interesante, thotë. Mos më mallkoni mua, mallkoni veten tuaj. Unë thjesht ju ftova dhe më përgjigjet. Unë s'kam patur forcë tjetër më shumë se sa ftesa. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu ta bëjë këtë betejë me veten e tij, edhe mos jetë një tifoz i verbër, një imitues i verbër, përdesa thotë bën shumica, edhe unë e bëj. Shumica në Kur'anin famlart dhe në historinë njerëzore nuk ka qenë besimtare dhe nuk ka qenë punë mirë. Nuk është kriteri i të vërtetës dhe i të duhurës. Dhe në citimin profetik që ju përmendët, duke që ishte një niveli pak më të lartë ndoshta se ajo që po kuptoj. Pra ju përmendët dhe thatë se jo vetëm që nuk do të bëra keqja kur masa e bën atë, por se dhe të mirën ta bëjmë me një vetëdije dhe jo thjesht si pasim i turmës. E them këtë sepse shpesh ndodh që dhe agjërimi të bëhet në këto nivele. Me që po agjërojnë të gjithë, po agjëroj dhe unë. A ka një diferencë të një agjërimi i cili nuk është thjesht si imitim, po themi, asaj që është inercia e traditës? Pra mund të jetë nisja në këtë formë, se siç është nisja për pjesën më të madhe të njerëzve. Por nuk duhet të mbetet njeriu në këto nivele. Duhet të synojë që ai të kuptojë punën që bën. Çdo veprim që bëjmë, faktikisht njeriu do të pyes pse po e bëj këtë punë. Aq më tepër në aspektin e adhurimit, që to janë sakrifica shumë të mëdha. Që njeriu sakrificën po e bën parimisht, por se thjesht ta orientoj tek ajo që është më e mirë dhe që është të synoj, të kuptoj pse po e bën atë, çfarë synon ai me këtë, çfarë problemi ka për këtë punë, sepse nëse në sy tuaj është një adhurim i rëndomt, tek Zoti nuk është i rëndomt. Zoti thotë çdo gjë njeriu e bën për veten e tij, përveç agjerimit atë e bën për mua dhe unë do të di si t'ia shpërblej. Njeriu le ushqimin e tij, thotë le epshet e tij, le pijen e tij, le gjithçka vetëm për hatrin tim. Domethënë do të synosh ta bësh këtë
themi ne për hatrin e Zotit, pra për kënaqësinë e Zotit, duke synuar mirësi prej tij, atëherë thot unë do të di si të jap shpërblimin, dhe kjo fjalë që thot Zoti në hadithin kutsi nën kupton që shpërblimi i agjerimit nuk ka shifra që e masin. Është për te shifrave. Pra njeriu pastaj begatohet në të gjitha dimensionet e jetës së tij, qoftë ato toksore, qoftë ato të botës tjetër. Dhe Ramazani është një mundësi e artë, një mundësi e jashtëzakonshme për të reflektuar mbi të gjitha, pasi është pikërisht momenti kur e kemi barkun bosh, po mendjen plot, në kuptimin edhe shpirtin gjithashtu plot. Kemi situata vazhdimisht në jetën tonë ku në raport me egon dështojmë, dhe kjo nuk na pëlqen dhe në vetët tona. Nuk na pëlqen që e kemi këtë cilësi, që ndoshta her pas here nxehemi, her pas here jemi koprac, her pas here nënshmojmë të tjerët, pasi e bëjmë veprimin, kjo nuk na pëlqen. Si do të shërbejë agjërimi si një, po themi, trajnim i vetë kontrollit mbi egon, mbi lakmin, mbi të gjitha ato gjëra që nuk na pëlqejnë dhe na rëndojnë shpirtin tonë. Ramazani ka shumë emra faktikisht, quhet fare mirë, është muaji i Zotit, muaji i Kuranit, muaji i shpërblimit, muaji i bamirësisë, po unë them që është mirë ta shikojmë atë si muajin e njeriut. Të gjitha këto janë për njeriu faktikisht, për secilin, qoftë ai individ apo qoftë bashkësi. Dhe një nga përfitimet më të mëdha të njeriut në Ramazan është pikërisht ky triumf mbi veten e tij, mbi egon e tij. Ky triumf mbi dembelizmin apo rutinën, monotoninë e cila është bërë shkak që shumë njerëz mbeten aty ku janë. Njerëz që kanë kapacitete shumë të larta, njerëz që kanë dhe aftësi, po të shikosh që gjithmonë pesimist, janë kritik, janë të pafuqishëm për të marrë vendime. Në një kohë që ka njerëz të tjerë që nuk i kanë nivelet e këtij, por nga që kanë forcë për të marrë iniciativa, për të bërë një jetë, e themi ne, për të mbritur diku, atyre Zoti ju jep, kurse këtyre s'u jep. Faktikisht Zoti është i drejtë, i ka dhënë sepse ky ka marrë hapin për të ecur përpara, kurse ky tjetri ka zgjedhur të rrinë në mes të batakut. Atëherë, Ramazani është triumf mbi veten e njeriu. Njeriu fiton mbi veten e tij. E përmendë pak mbi egon. Egoja nuk zhbohet nga njeriu dhe nuk kërkohet që të zhbohet. E gjithë lufta është që egoja e njeriu të menaxhohet edhe të kthehet në një shtytës për mirë për këtë njeri. Se pa ego nuk do zhvillohesh në fund. Nuk do kishte zhvillim. Sensi i njeriu ka konkurrencën, ka, po themi, garën për të qenë më i mirë, dhe kjo zhvillon dhe jetën njerëzore. Kjo është sekreti pse Zoti njeriu e ka bërë me nefs apo me ego, sepse faktikisht kjo po u përdor për mirë, kjo është sekreti i zhvillimit, i ecjes përpara. Pse e ka lënë këtë tokë Zoti në dorë njeriu, se njeriu i ka këto cilësi, po si kanë krijesa të tjera. Po kjo ego, nëse është ego që do njeriu ta mbush çdo lloj dëshire të saj, edhe ti dorëzohet njeriu vetes së tij, egos së tij, apo si themi ne nefsit të tij, ajo fillon dhe kthehet në si puna një fëmije që është shumë i përkdhelur dhe nuk di të ngopet, nuk di të falenderoj, nuk di të kënaqet, po fillon e tërheq, pastaj njeriu, si më thon, përhundësh derisa njeriu ashtu shkon fi esfeli safilin, në nivelet më të ulta, duke u bindur çdo lloj gjë. Nuk ka forcë njeriu pastaj të frenojë përpara vetes së tij. Njeriu mund ta ketë shumë të fuqishëm përpara të tjerëve. Mund të ketë pushtet dhe fuqi të ti tregoj të tjerëve vendin dhe ti thotë ndal aty ku je. Mirë, por nëse njeriu e humbet betejën me veten e tij, nuk ka më dobët se ky njeri. Prandaj tha profeti alayhis salam, nuk është i fortë ai që i mund të tjerët në duel dhe në mundje, por është i fortë ai që fiton mbi veten e tij teksa ajo është e zemëruar. Edhe ka mundësi që zemrimin e tij ta çojë në vend, ka mundësi që të marr hak. Ky tha është trim mbi trimat. Domethënë ai ka fituar mbi veten e tij. Në Ramazan ne çfarë bëjmë? Ne fitojmë mbi veten tonë ose e mësojmë egon tonë të ditë i thot stop gjërave me dëshirë dhe jo me imponim. Prandaj thuhet ai le ushqimin për hir të Zotit. Ai le kënaqësinë për hir të Zotit. E ka ushqimin përpara, nuk e han. Edhe pse mund t'i hahet. E ka ujin, edhe mund të jetë në kulmin e zhegut, nuk e pin, edhe pse i pihet ujë. Dhe këtë e bën për 30 ditë, pra është një proces i zgjatur. Shumë i zgjatur. Edhe kjo është tamam, është një shkollë e cila nëse bëhet, siç e përmende, jo thjesht për tradit, po me vetdije, duke synuar njeriu dhe shpërblimin e Zotit në këtë, që Zoti t'ja kthej me gjitha format, ky njeri është nështruar një kursi, një shkolle e cila e bën atë shumë më të fortë.
Profeti alayhis salam tha që besimtari i fortë është më i mirë tek Zoti se sa besimtari i dobët. Dhe nuk flitet vetëm për forcën e pasurisë apo të shëndetit apo të diturisë. Unë mendoj që fillimi i forcës është vendosmëria për ta bërë ndryshimin, për të triumfuar mbi egon, mbi nefsin tënd. Pastaj po të shikosh dhe shpjegimi i këtij hadithi është shumë i bukur sepse atë tregon se si mund të triumfosh ti mbi veten tënde. Synoje gjithmonë të mirën, mos u tregoj i paaft. I paafti është ai që prej fillim e ka vendosur që thotë jo unë s'e bëj këtë. Unë s'jam për këtë gjë. Një po themi dimension që shpesh e rëndon jetën e gjithsecilit, shpirtin e gjithsecilit dhe nuk e do njeriu shpesh brenda vetes është raporti i tij me mëkatin, apo siç quhen në gjuhën fetare gjunahet. Shumë njerëz e kuptojnë që po themi raporti me to është i dëmshëm, nuk jep lumturi, madje sjell dëshpërim, por nuk gjejnë forcë për t'u larguar prej tyre. Shumica e tyre që sot vuajnë për burgje nuk janë të lumtur për atë që kanë bërë, madje janë të dëshpëruar. Mirë po, shpesh ajo që i mundon është nëse dalim prej këtij realiteti, a gjejmë forcë për të shkëputur nga gjunahet, nga mëkatet. Zoti i ka dhënë njeriu mundësi praktike për ta bërë të pendim, për ta bërë të pastrim, edhe brenda ditës, edhe brenda javës, edhe brenda një muaji, edhe brenda një viti, edhe agjerimi dhe gjithë Ramazani, faktikisht po shikosh nga fillimi deri në fund, ajo është mundësi për të lehtësuar njeriu, për ta pastruar, sepse kur njeriu pastrohet dhe lehtësohet, ai ndihet më mirë. Ai ndihet më komod në këtë rrugtimin për shkuar drejt krijesës superiore që siç e ka krijuar Zoti, ndihet edhe më afër Zotit, domethënë, është natyra njerëzore është e tillë që kur e ngarkon diçka nga brenda, edhe gjunahet e ngarkojnë, e shikon që është shumë dembel ndaj të mirës, është prap shumë shpejt rrëshqet ndaj të keqes. Faktikisht se të tërheq ajo nga brenda. Mëkati e thonë e kap njeriu pastaj përhundësh. Edhe nëse nuk don ta hedhish hapin, është ai që të çon ta hedhish hapin e dytë. Kurse e mira bën të kundërtën, natyrshëm të shtyn drejt së mirës. Atëherë, përdesa jemi krijesa që gabojmë, Zoti thotë që unë t'i kam dhënë mundësitë robi im. Atëherë, nëse nuk e bën këtë deri në këtë moment, atëherë ti paç më qaf veten tënde se s'ta ka fajin kush. Duhet të ketë një balancim të duhur për të zhvilluar jeta, por se dhe për të shijuar dhe për të jetuar. Po themi specifike e postmodernizmit është që njeriu rend mbas materiales dhe ka një, po themi, një humbje, një dobëzim të vlerave morale dhe shpirtërore, çka i sill atë shpesh pastaj depresion, ankth, pasiguri, vetmi dhe të gjitha këto. Madje para disa kohësh një peticion në Finland i nënshkruar nga 10 mijëra, po themi, persona të moshës së tretë kërkonin nga shteti që të merrte masa sepse po jetojnë të vetmuar. Mirë po është situatë që nuk mund të kthehet mbrapa. Dhe shpesh na ndodh që të lakmojmë, të kemi sa më shumë, të zotërojmë sa më shumë. Si na ndihmon Ramazani, feja, Zoti për ta balancuar këtë ekuilibër mes vlerave morale dhe atyre materiale. Vlerat materiale janë toksore sepse në përgjithësi ato janë të lidhura me trupin dhe fizikun e njeriu, dhe fiziku dhe trupi i njeriu vjen prej tokës, dhe është e natyrshme, dhe feja nuk është kundra mbritjes së vlerave trupore, lëndore. Është e rëndësishme sepse këto do ta bëjnë njeriu më këmbës të Zotit në tokë. Ndërsa vlerat që i përmendën qofshin ato shpirtërore, ato janë qiellore, nuk janë toksore. Po shpesh herë njeriu në këtë betejë mes tokës dhe qiellit, ai përplaset në tokë dhe nuk del dot, sepse toka ka dhe forcën e gravitetit që e tërheq njeriu. Edhe në përgjithësi do të shikosh që vlerat pastaj materiale gjithmonë janë triumfatore ndaj vlerave shpirtërore dhe shoqëritë që kanë mbritur nivele të larta të këtyre vlerave materiale vjen një moment që ndjen një boshllëk shumë të madh. Është e sigurt që kanë për ta ndjetur boshllëk sepse ti ke realizuar por një element të ekzistencës tënde. Elementin tjetër e ke shkatruar vetvetiu dhe ajo është drejt vdekjes. Prandaj është e pamundur ti që ta ndjesh ato që quhet lumturi apo quhet kënaqësi. Këto adhurime, sidomos Ramazani, vjen për të rivendosur ekuilibra në mes toksorës dhe qiellorës, lëndorës dhe shpirtërorës. E thënë ndryshe, ai vjen si alat i shpirtit, i atyre vlerave që janë hynore, që janë qiellore, që njeriu të kuptojë që kënaqësia nuk çka vetëm duke ngrënë. Vika kënaqësia duke mos ngrënë. Edhe unë gjithmonë kam menduar se sa më shumë të hash, sa më mirë të hash, do të kënaqesh. Po ja, unë po ndjen një kënaqësi duke mos ngrënë, duke mos pirë. Po ndjen një kënaqësi jo duke marr, se kam marr gjithmonë, po ndjen kënaqësi duke dhënë. Ramazani po të shikosh është rivendosja e ekuilibrave dhe mundohet të jap ato që quhet kënaqësia shpirtërore dhe të jap forcë vlerave që janë qiellore.
Të gjitha këto që i kemi ne gjatë muajit Ramazanit, falja e namazit, është që njeriu ndan iftarin e tij, që njeriu mundohet të ngrihet të hajë në një kohë që nuk ka oreks, po e han me familjen e tij apo me miqsinë e tij, e që njeriu të para se të bëj bajram ta ndaj dhuratën e tij, gëzimin e tij me të tjerët, që çdo ditë mundësisht të bëj nga një të mirë. Dhe gjithashtu sa po mbaron Ramazani, shpesh jemi në dilemën se sa do të arrijmë që këto vlera ose këto shije që i provuam, këto begati që i përjetuam në këtë muaj, sa do të na shoqëroj, po themi, shija e tyre dhe më pas, e cila varet dhe nga qëndrimet dhe nga ajo se çfarë do të veprojmë ne. Si mund të shërbej Ramazani përtej muajit të tij, si mund të shërbej agjërimi përtej 30 ditëve të Ramazanit? Ramazani është sezon, Ramazani është një shans që ndodh një herë në vit, mirë po me kalimin e Ramazanit njeriu natyrisht do të kthehet në betejën e tij të përhershme. Në betejën ku djalli është i lëshuar, ku e keqja është ekzistente, ku edhe nefsi është më i fuqishëm, atëherë nëse duam që mirësinë e këtij Ramazani ta kuptojmë pas Ramazanit, është pikërisht ato vlera që kemi fituar, të mundohemi ti investojmë, ti zhvillojmë, mos e lëmë të vdesim. Çdo njeri le të fitojë miliarda, nëse këto para i lën pa investim, ato do vi një moment që nuk do kenë më dhe vlerë, e do konsiderohet i humbur. Prandaj gjithmonë tregtarët synojnë të investojnë, dhe dinë që nëse nuk bën investim, ai konsiderohet i humbur. E njëjta gjë është edhe me një agjërues. Gjitha këto mirësi që more dhe Zoti ka dhënë, ta dha këtë shans, po kjo është 30 ditë. Mundohet të investosh që të mirën ta bësh gjithmonë, që shpirtin mos e harrosh asnjëherë, ta gjesh kënaqësinë duke ndar gëzimin me tjetrin, duke marrë dhimbjen sa të pak nga dhimbja e tij. Kur thoni që mos ta harrojmë këtë shije, do thotë që të kthehemi sërish, po themi, tek atmosfera e xhamisë her pas here, të kthehemi tek Kurani, pra çfarë nuk kupton praktikisht ky kthimi tek raporti që kishim Ramazan. Pas Ramazan e mira ekziston. Ta ndash gëzimin me tjerët është gjithmonë që ti mundohesh të lumturohesh duke u bërë pjesë e hallit të problemit tjetër, ashtu është gjithmonë, nuk ndryshon kur gjë. Thjesht ka ikur muaji Ramazanit, por kanë mbetur vlerat aty. Prandaj kanë pasur të parët mos u bëj adhurues i Ramazanit, po bëj adhurues i Rahmanit. Ramazani është emri i një muaji, Rahmani është emri i Zotit, dhe kush e njeh Zotin, nuk mund të bëj një marrëveshje që unë të njoh ty në Ramazan dhe pas 11 muaj të tjera ma bëj halal se pastaj do kthehem në jetën time. Kush e ka shijuar çdo të thotë të afrohesh me Rahmanin, ai nuk mund të jetë vetëm për një muaj. E mira është aty, ekziston të gjitha vlerat, nuk e ka atë atmosferë që kishte Ramazani, por mirësia vazhdon deri në ditën e fundit. Prandaj bëju rob i këtij Zoti i cili të fton gjithmonë për mirësi. Profesorin falenderoj shumë për këto fjalë dhe këto këshilla. Edhe unë falenderoj shumë. Miq, këtu e mbyllim këtë takim të sotëm, ishin me Hoxhën nderuar Dr. Ferit Piku, ku folëm pikërisht mbi këtë këndvështrim të rëndësishëm që Zoti e ka veçuar njeriu nga gjithë krijesat e tjera dhe të sillemi nga ky këndvështrim dhe jo të jemi pjesë e inercisë që shpesh merr shoqëria apo ajo që dominon në rrethin tonë. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, do të jemi sërish së bashku nesër, kalofshi sa mirë.